Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhreshëm me falënderojmë lavdat dhe bekimet njeriu të më të mirë në fytyrën e tokës ja dërgoi. Të nderuar të pranishëm, të nderuar organizatorë të këtij turneu i cili tash është në versionin e tretë dhe shpresojmë jetë gjatësi, se veprat më të dashura të Zotit janë ato të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Ju urojmë sukses në këtë turne. Ju urojmë sukses gjithë pjesëmarrësve që kanë ardhur për të manifestuar aftësitë e tyre sportive në fushën e ping-pongut. Qëllimi, sigurisht e theksuat edhe ju, është që të bashkohemi në një vepër të mirë dhe të dobishme, vepër e cila spikat tek ne aftësitë tona fizike, reflekset, dhe sigurisht që na bashkon që të njihemi mes vete, duhemi mes vete, të respektohemi mes vete. Zotën feja jonë islame, feja e madhëshme, na mëson që na të njihemi dhe duhemi, dhe se dashnia mes vete është njëra prej shkaqeve që na çon në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: o ju njerëz, nuk mund të hini në xhenet pa besu, dhe nuk mund të besoni pa u dashur mes vete. Atë ju tregoj një gjë që nëse ju e përhapni atë shto dashnia mes jush, ta përhapni selamin mes jush. Andaj dashuria është ajo që ushqen besimin e besimtarit, e forcon një shoqëri dhe gjithashtu na bën të gjithëve neve që të konkurrojmë dhe të garojmë mes vete për të spikat vlerat e njëri tjetrit, e asesi për të krijuar pengesa dhe rivaliteti për qenë i damshëm për njëri tjetrin. Uroj që ky turne të ketë mbarvajtje, të zhvillohet në formën më të mirë të mundshme, ketë korektësi në realizim dhe suksese më të mirit, dhe lutim Allahun e madhreshëm edhe një herë që të shpërben organizatorët, të jep suksese në punët e mbara që i bëjnë ata, dhe të shohim këtë turne edhe shumë vite, derisa të plaken edhe këta të rinj e jo më na me këto aktivitetet të dobishme për popullin tonë. Urim edhe njerë, faleminderit për gjithë ju që jeni pjesëmarrës. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullah. Ju falenderit për prezantimin. Për ato që nuk më njohin, unë jam Agon Saiti, profesori Agon, profesor universitar në Departamentin e Sportit pranë Universitetit Nën Tereza. Arsyeja pse jam këtu është fal kontaktit ose e njohjes time me Haxhi Sedatin, që kemi pas një mandat përbashkët si këshilltar në qytetin e Shkupit, edhe respektin që kemi ndërtuar njëri tjetrin brenda atyne 4 viteve. Tash ai respekt është rezultati i atij respekti, është kjo mundësi e imja që të mundem unë para jush të drejtohen. Pra gjithashtu ta përmendi se në këtë, para kësaj foltores, në këtë foltore kam shumë emocie. E para se bëhet fjalë, keni bërë një iniciativë shumë të mirë, keni zgjedhur një sport cilën unë e kam pas për zemër edhe kam kultivu. E dyta është që e keni zgjedhur një sallë sportive në të cilën unë e kam nxjerrë kushtimisht bukën e gojës, kam punuar si profesor në gjimnazin Zef Lyshmarku, edhe emocioni shumë i fuqishëm, sidomos tash ma rikujtoj se në prezencën tuaj para e pash edhe vllaun e të ndjerit, drejtorit tim shumë të dashur të ndjerit Faruk, i cili sinqerisht që them më ka plon shumë emocie. Pra emocie pozitive. Një herë ta ju falenderoj gjithë për këtë pjesëmarrje të madhe, të guximshme. Unë jam tepër i befasuar për numrin që shoh këtu, për entuziazmin që shoh në fytyrat tuaja, edhe në fund nuk më mbetet asgjë tjetër përpos gjithë pjesëmarrësve t'ju dëshiroj loja cilësore, edhe më i miri çdo të fitojmë. Kuptohet, dëshira ime është që bartjen ose fitoren e kupës ta bëj të një prej atyne të rive, se mendojmë se në të rit është edhe ardhmëria. Ju faleminderit edhe një herë për ftesën edhe suksese gjithë pjesëmarrësve.
Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimet dhe lavdrimit qofshin për Allahun Azza wa Jall, njëkohësisht për mësuesin e mbar njerëzisë, të dashurin ton nga thellësia e zemrës të besimtarit, ja dërgojmë Muhammedit alayhis salatu wassalam. Jam i ndinjuar dhe jam njëkohësisht faktikisht i respektuar nga nxënësit e mi, nga nxënësi im Sedat Ramadani, cili ka qenë hembolist që nga fillimi i rinis, kur e kam selekcionuar klubin Rinia, inshallah don Zoti nga ky turne dalin në të ardhmen edhe pse jo edhe garues siç profesori i nderuar Agon Saiti, edhe pse jo edhe diku në qoftëse edhe në Olimpiadë. Nuk është kur gjo asgjë, po do shta edhe do të bëhen si që jam unë seleksionuesi i nënës Shqipëri, edhe këtu mund të dalë, pra, i përgëzoj këta të rit janë ardhmëria e Islamit, të rit janë syt e ballit të këtij ummeti. Shpresojmë se këto do t'jenë edhe në të ardhmen vigjilent. Pra urime e ju të ri, ardhmëria është ke ju. Unë njëkohësisht kam ambicione se unë jam gjysmë shekulli në sport që nga viti 1973 dhe Shkolla Liria ka qenë vatra e mbar sportistave, të them edhe ndërkombëtar, kampiona olimpik, kampiona shtetëror, në handball, në basketball, në mundje, në boks, në shenjestrim. A kupton? Po edhe vatra e dytë e sportistave ka qenë Zeflush Marku, ku është sot Zeflush Marku, ka qenë dikur në Karposh. Ne kemi qenë çdo herë gjoks për gjoksin në gjitha fushat me shkollat tjera në Shkup, po dhe në Maqedoni. Shpresojmë se kjo do të bëhet një vepër si që tha dhe Hoxha Bekiri, cili e përshëndes, edhe ai ka qenë dikur nxënës i joni i shoqërisë tonë thirrjes islame në Rini, pra ai vazhdon me shumë entuziazëm t'i motivoj të rinjët si që jeni këtu, edhe gjithë pjesëmarrësit, se pa ju s'bëhet kur gjo. Përshëndes edhe vllaun e drejtorit të nderuar, shumë të respektuar, shumë dashamir i madh i sportit, Rahmetliun Farukun, ku kemi pas çdo herë kur kam ardhur ke ai në zyre me buzëqeshje dhe me shumë entuziazëm, kur i kam treguar se bëhet puna për do një iniciativë sportive, edhe ai po të ishte sot do të ishte njeriu më i lumtur. Unë me Muhammedin kam biseduar, është propozimi im, edhe duhet ja shpalosë edhe juve këtu, hiq me kënaqësi të madhe, respektin më të madh, barem kjo sallë sportive ku ja ofroj nxënësve gjitha kushtet të thritet në të ardhmen Faruk Zegjiri. Pra kjo është një iniciativë, kjo është një mendimi im. Ju dëshiroj të kaloni mirë, të shoqëroni, para se gjithash t'jeni shok dhe vëllezër, nën kuptohet, unë them që edhe po të luaj me djalin tim, unë dua ta fitoj. Ju përshëndes, urime, përgëzime, inshallah takojmë edhe në radha tjera. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah në falenderojmë, salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dërgojmë. Unë heci që e përgatit për sot me folë, pasi që mendoj se organizata apo iniciativave pra mos ta kishte po këtë aktivitet, nuk ka dhe pse mbon këtë emër. Sepse shkojnë edhe emri dhe puna, ndaj sot mës mirë të folin këta lojtarë dhe iniciativa e ka rrit qëllimin që të veprojnë.
e veprimi është në fushë. Agjet Sadati Mguci ka dola këtu, pa shumë krenari, mësuesin të dashur Hoxhën Beker, pa modesti, i cili i ka mbjellë të fara dhe sot për shifët fryti ti që i ka edukuar rinjën tonë që janë të lidhur me sportin. Agjet Sadati, po, është vërtet, folëm këtu shumë gjona edhe ne, kur kemi qenë një kohë student, kemi qenë kampion kickbox. Edhe jemi të certifikum 3 dan, mjeshtër i kickboxit, 66 meqe, as t'i humbje. Kështu që alhamdulillah, po tash më shëf që jemi, ndoshta jemi plak për shkak, edhe pse Hoxha Bekir se pranon, po unë sot për shkak respektit iniciativës veproj kam sjell 2 djemtë e mi nga Prishtinë. Dhe i ka thonë, hajde të regoni edhe lozni me vëllezërit e ju. Zotë shpërblet Hoxhën Bekir dhe gjithë edhe këta ndërum këto që falin para me kampionin edhe ndërumin Haxhi Muhametin, e veçanti edhe iniciativëve për Zotë shpërblet. Allah e ndëroft, e shihim inshallah. Që nga turneu i parë, ju jeni vazhdimisht pjesëmarrës në për organizimet e iniciativës e pro. Si ndjeni? Ndjem shkëlqyeshëm dhe është kënaqësi që marr pjesë për çdo vit prej kur ka filluar kjo iniciativë e mirë e shoqatës tuaj. Dhe me kënaqësi e pranoj ftesën gjithmonë që të jem pjesë dhe shpresoj që ky aktivitet të zgjerohet edhe me sporte të tjera. Pasi që kjo është një aktivitet në cilin i tubojmë trit, por edhe ata që jemi pak më të moshuar se trit, edhe pse ndjejmë veten ende tri, që edhe të shoqërohemi përmes lojës, po them edhe një herë, shpresoj se kjo të zgjerohet edhe me sporte tjera, jo vetëm me ping-pong. Selam aleikum Hoxh. Aleikum selam. Shpesh ju shohmë që jeni pjesë në organizime sportive me rinin. A keni çfarë mesazhi keni më dhënë të rive? Po. Vëllat shumë ka mesazhe dhe para na gëzohemi çdo aktivitet që bën rinia jonë, sepse jetojmë në një kohë ku aktiviteti virtual e dominon atë real dhe kur shohim natëri që organizohen me çfarë do lloj sporti, gëzohemi. Kjo është e para, e dyta, rinia ka potencial dhe ka energji dhe shumë është më rëndësi që me orientuat energji dhe potencial. E s'ka dyshim që sporti është një orientim i saktë dhe i duhur për zhvillimin e shëndetit të tij, po gjithashtu edhe për zhvillimin psiqik. E treta, ne si besimtarë muslimane kemi për detyrë dhe obligim që bëjmë balansin mes nevojave shpirtërore dhe atyre fizike, dhe nëpërmes sportit na përmbushim nevojat fizike që pastaj normalisht nëpërmes ibadeteve të përmbushim nevojat shpirtërore dhe këtu ta mbajmë balansin. Dhe për këtë arsye kur i shohim rinin që bëjnë aktivitete të tilla, ne gëzohemi dhe pjesëmarrja jonë është për të motivuar ata që të vazhdojnë edhe më tutje me këto organizime. Allah e shpëlbej. Amin. Përshëndetje. A ka mundësi të jepni një koment për organizimin e ping-pongit, turnirit ping-pongit? Po është nder dhe kënaqësi të jesh mesin sparja në mesin hoxhallarëve. Pastaj edhe kjo event që organizohet, shpresoj të shkojë mirë dhe të argëtojmë. Përshëndetje profesor, si kampion cili është sekreti që u ka mbajtur në majat e suksesit edhe çfarë mesazhi keni për të rinjtë që po garojnë sot?
Përshëndetje, fillimisht unë njerë dua ta falenderoj mikun tim Haxhi Sedatin nëse zgaboj, kemi qenë këshilltar në një mandat në qytetin e Shkupit. Respektin që kam ndaj Sedatit, sidomos iniciativën cilën e keni marrë juve si tri duke iniciativa Vepro, kur e kuptova, themi idejen e gjithë këtij manifestimi, u entuziazmova, bile edhe u emocionova, me njëru përgjigja pozitivisht. Kështu që jam shumë i lumtur dhe krenar që gjindem sot mesin e rinis, gjindem mesin tuj, mes kësa iniciative për një që keni bo një përzgjedhje për një sport bukur, për sport për cilën unë e kam edhe për zemër, pa e kam pas edhe profesion. Sa i përket pyetjes rreth 100 titujve, kjo tingullon si numër goxha i madh, mirë bon kisha dash pak ta elaboroj. Pra unë jam një prej sportistëve më të suksesshëm në sportin e ping-pongut në Maqedoni. Prej atyne 100 tituj cilët i përmendet, mund ta veçoj se kisha dash ti daj, pra kam qenë edhe kampion në garat për pioner, kam qenë kampion edhe për të ri, gjithashtu ajo që më bën të veçantë është janë edhe 13 titujt si kampion për senior, pra për të rritur. Kam qenë shumë fish në ato 100 tituj, hynë edhe kampion në dyshe, me ekipet ku kam luajtur çdo herë, ato kanë qenë pretendent kryesor ose kanë qenë fitues të titullit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ku është sekreti, kuptohet se në sport shumë shpesh flitet për motivimin, mendoj se për sukses është e nevojshme para se gjithashtu disiplina. Pra ajo cilën duhet ta karakterizoj një sportist, duhet ketë dhunti, kuptohet, ketë një farë lloj talenti për sport, fillon me dashurim, pra ta doja cilën e bën, pastaj edhe të vazhdoj me përkushtim, me lanë me obligime tjera tjetës, të familjes e kështu me radhë për t'u përkushtuar kështu. Pra, stërvitje, disiplinë, dashuri e gjithë kjo rezulton me një sukses.
Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. 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 Bravo tu. Bravo tu. Oh, good shot. Sen. Josh Pace. Bravo. Bravo.
Steve Bre. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Minha peça. Pasno. Isa preje, Isa. Jest koszą.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na falënderojmë lavdët dhe bekimet njeriu më të mirë në fytyrën e tokës së adhurimit. Të dashur, gjithë ju të pranishëm, për të më i vjetri deri te më i riu, ishte kënaqësi që të jemi pjesë edhe këtij edicioni të këtij turniri në ping-pong të organizuar nga iniciativa Vepro. Ishin orë shumë të këndshme, ishte një garë shumë të nxehtë mes grupeve, treguan aftësitë jashtëzakonshme, një duel i cili tregon se brenda rinisë son ka potencial shumë të madh dhe tregon një të vërtetë që sado e hidhur është, po është e vërtetë se ka dallim mes brezave. Rinisi dëshirojmë suksese, ardhmëria jonë është rinia, mirë po definitivisht ku prek plaku, aty s'del gjaku. Po, i moshuari, do të Muhamedi do të jo plaku. Dhe thot, definitivisht gjeneratët e vjetra hala nuk dorëzohen, hala janë gatshëm për ballafaqim rini. Sado që keni me mëri, sado që keni me ecë për para, dijeni se nas varshojmë mudën letë. Edhe balo mundësin juve me u përgatit për duelin e ardhshëm, në gjitha mejdanet, po si të mos në mejdanet ping-pongut. Urime pjesëmarrësve të gjithve, se secili e ka zbukuru këtë turnej në formën e vetë, e urimet veçanta finalistëve, që tregu normalisht aftësitë e veta dhe edhe deri përfundimi i këtij turneut. Në finale kishim tamam luftën mes brezave. Është një shprehje thuhet lufta mes titanëve. Lufta mes brezave, më njëherë e kishim Isa Bajramin, përfaqësuesi i brezit ton, edhe në anën tjetër kishim Serkanin, përfaqësuesi i brezit të rive. Kështu edhe ulën e keni bosh ashtu, edhe flash me tritin i do. Dhe me gjithë potencialin, kapacitetin, energjin, fuqin e brezit të rinis, që të reguan një loj të jashtëzakonshme, një energji të madhe, një dëshirë përfitore, po këtu vjen pjekuria, përvoja e brezit vjetër dhe dolin finalja me brezin e ri. Andaj unë i thash edhe Isës, Isa urime fitore, njerë si finalist e dyta si përfaqësuesi i brezit. Edhe na eftem Serkanin që t'ja ndajmë dhuratën e vendit dytë, edhe certifikatën e pjesëmarrjes këtë turne. Serkanin e kemi pjesëmarrës për turnes parë, alhamdulillah, e kemi pjesëmarrës besnik në këtë turne. Normalisht është i dalluari i turneut, lun jashtëzakonisht mirë po, si që është thonë për herë, mbi çdo të mirë ka dhe më të mirë. Edhe normalisht që kështu është jeta, me luftë, me sakrificë, me përballim, po je i mirë. Mos u dorëzo, vazhdo. Urime, suksese. Dhe ftojmë finalistin Isa Bajrami me një fitore të meritume. E kena problemin me Isën se Isa ka shumë fitore në shumë mejdane në futbol, në tenis, tash edhe në ping-pong. Albanesën e ka, po s'ka ven ku milion medalje. Isa urime fitoria. Mu vjen shumë mirë që je finalist. Të jem ma i ri se une, po je brez jem. Edhe kështu që i kam do të ri që shpesh edhe më kundërshtojnë, po i thamë që këtë janë shokët e mi, ju ke keni shokët e juve.
O vllazni, rini, sukseset nuk arrihen me hyjime momentale, kjo është shumë më rëndësishme me kuptu. Po duhet angazhim i vazhdueshëm permanent. E kjo është ajo që quhet disiplinë. Me sport kushdo të miret, duhet miret për çdo ditë. Edhe nëse i përkushtohesh, rezultati ka me të ardhur vetvetiu, sepse sporti kërkon ushtrim, kërkon trajnim, kërkon stërvitje. E stërvitjet t'japin reflekset, t'japin fuqinë, edhe normalisht pastaj kur i ki reflekset dhe fuqinë e ki edhe fitorin inshallah taala. Allah shpërblet nisa që ishe pjesë e këtij turneut. Do të vëllezër, na e kemi vendosur që këtë turnet jetë tradicional. Majnë e mend, na e kemi organizu vjet, e kemi organizu par vjet, e organizuam edhe si vjet 2026, me lejnë Allahu Dhul Xhelal, kush është gjallë për neve, do e vazhdojmë edhe vitin 2027. Kështu që, për tash ju themi, lajmërone secilin dashamir të ping-pongut, që në vitin 2027 përsëri inshallah taala në sallën e sportit që propozimi i Haxhi Muhamedit ishte të quhet Ferit Zeqiri, inshallah edhe do Faruk Zeqiri, ashtu edhe do emënohet, besoj që do jetë një propozim i mirë. Në këtë sallë sportit edhe vitin e ardhshëm do vazhdojmë me organizu turneun në ping-pong. Lajmëroni dashamir, majnë e mend datat, përcjellni informimin e iniciativës vepro në WhatsApp, në Facebook, në Instagram, gjithkund ku janë, domethënë të djemë të ri, përcjellni lajmërimet, përgatituni, edhe presim në finalin e ardhshme mi pa veç trit. Flesh qitni penzion flesh. Ama pa punë se një nxjerrin penzion. Allah e shpëlbej vllazni, faleminderit për pjesëmarrjen.